13 janar 2018, një shpërthim në lagjen Partizanit në Shkodër do të shënonte fillimin e një përplasje të përgjakshme mes dy fiseve më të njohura në qytet, Bajri dhe Lici. Objektivi i atentatit ishte Lulzim Kulla, një figurë e njohur në rrethin e të fortëve të Shkodrës dhe dhëndër i familjes Lici. Ky sulm do të shërbente si piknisje për një seri ngjarjesh tragjike që përfshinin vrasje, zhdukje personash dhe atentate të dështuara, një cikël dhune që vijon edhe sot. Pas ngjarjes së janarit 2018, familja Lici nuk hezitoi të artikulonte publikisht emrat e personave që i konsideronte përgjegjës, duke akuzuar pjesëtar të fisit Bajri si organizator të atentatit. Megjithatë, pala tjetër i mohoi këto akuza. Në një intervistë televizive, Safet Bajri deklaroi se nuk kishte asnjë konflikt me familjen Lici, duke e mohuar çdo përfshirje në hasmëri. Por vetëm pak ditë pas kësaj dalje publike, situata mori një kthes të re. Më 21 shkurt 2025, Renea u rikthye për herë të dytë në banesën e Safet Bajrit, për të zbatuar një vendim të gjykatës së posaçme për arrest me burg. Vetëm 3 ditë më parë, banesa e tij kishte qenë objekt kontrolli nga forcat speciale, në vijim të hetimeve mbi masakrën e Dobraçit, ku u vran 4 persona. Këtë herë, Safet Bajri nuk u shoqërua për një procedurë të zakonshme, por u arrestua zyrtarisht dhe u dërgua në policinë e Tiranës. Në të njëjtën kohë, u ekzekutua masa arrestit me burg dhe për Behar Bajrin dhe Astmer Bilalin, të cilët ishin arrestuar më herët në shtator 2023, gjatë operacionit të njohur si Metamorfoza. Të tre këta individ akuzohen për vrasjen e Fatbardh Licit, më 10 gusht 2018 në lagjen Kiras në Shkodër, si dhe për pjesëmarrje në një grup të strukturuar kriminal. Më 24 shkurt 2025, gjykata e posaçme komunikoi të njëjtën masë sigurie për 3 të arrestuarit, duke konfirmuar zyrtarisht përfshirjen e tyre në krime me motive hakmarrje. Për herë të dytë, pas operacionit Metamorfoza, SPAK deklaroi publikisht ekzistencën e një konflikti mes familjeve Bajri dhe Lici. Sipas hetimeve të prokurorisë së posaçme, vrasja e Fatbardh Licit ishte një akt hakmarrje ndaj Ibrahim Licit, të cilit Behar Bajri atribonte vrasjen e miqve të tij, Boran Bërçana dhe Silvi Ndoci. Kulmi i këtij konflikti të përgjakshëm u shënua më 30 tetor 2024, kur në një atentat u vran 4 persona, 2 prej të cilëve ishin kalimtar të rastësishëm. Kjo ngjarje e rëndë, ende nën hetim nga SPAK, po konsiderohet si një vazhdim i sagës së hakmarrjes mes dy grupeve rivale. Konflikti ndërmjet fisëve nuk ishte gjithmonë i pranishëm. Para vitit 2017, kishte shenja paqeje mes tyre. Madje, Ibrahim Lici ishte e parë në shoqërinë e Astmer Bilalit, një nga figurat më të afërta të fisit Bajri. Por pas vitit 2018, raportet u kthyen në armiqësi të hapura dhe të dhunshme. Pasojat e kësaj përplasje janë të dukshme jo vetëm në raportet kriminale, por në jetët e njerëzve të thjeshtë. Bashkëshortja e Endri Mustafës, i vrarë në një atentat për të cilin akuzohet Ibrahim Lici, e mohon përfshirjen e tij dhe akuzon dikë tjetër. Ndërkohë, Astmer Bilali humbi babain dhe xhaxhain, Astrid dhe Ibrahim Bilalin. Edhe kjo ngjarje mbetet pa autor të identifikuar. Një tjetër viktimë e dhunës ishte Ismet Çekorja, i cili kërkonte drejtësi për djalin e tij të shpallur në kërkim për një vrasje. 5 ditë pas deklaratës së tij publike, ai vetë u vra, ndërsa kishte deklaruar se nuk kishte frikë nga askush. Ngjarjet kriminale që kanë përfshirë qytetin e Shkodrës prej vitit 2018 kanë krijuar një klim pasigurie dhe frike. Dy fise, që dikur thuajse kishin ndikim të fortë në qytet, u kthyen në sinonim të dhunës dhe terrorit mediatik.
Çdo zhvillim kriminal që ndodhte, lidhej automatikisht me njërin apo tjetrën krah. Banorët e qytetit u detyruan të jetojnë me frikën e përplasjes së radhës, ndërsa autoritetet shpesh janë treguar të pafuqishme për të ndalur ciklin e hakmarrjes. Por si filloi saga e vrasjeve? Në arkivat e policisë së Shkodrës janë të regjistruara disa ngjarje kriminale që shënojnë fillimin e një zinxhiri hakmarrjesh. Mes tyre dhe vrasjet e dy pjesëtarëve të fisit Bajri, Babe Bir, Xhaxhai dhe kushëriri Safet Bajrit. Ngjarja e parë ndodhi më 21 tetor 2001, kur u ekzekutua Indrit Bajri. Sipas policisë, pak para atentatit kishte pasur një konflikt verbal dhe kërcënime mes tij dhe njërit prej të dyshuarve, Ilmir Hajdari. Ditën e vrasjes, Hajdari së bashku me Xhabir Shegën dhe Kujtim Barbullushin ndodhej në të njëjtën makinë. Sapo panin Indrit Bajrin, ata qelluan me armë zjarri, duke e lënë të vdekur në vend. Ilmir Hajdari u dënua me 16 vite burg, por u lirua pas 5 vitesh duke mohuar autorsinë gjatë gjithë procesit gjyqësor. Pas 14 vitesh, më 11 qershor 2015, një tjetër emër nga kjo ngjarje u vra me snajper në oborrin e shtëpisë së tij në lagjen Ajasem. Ai ishte Xhabir Shega. Ai u qellua 2 herë në gjoks nga një distancë e madhe, duke ngritur dyshime se ishte ekzekutuar nga një qitës profesionist. Ngjarja u cilësua si hakmarrje, por pa autor të identifikuar, edhe për shkak të disa asmërive që Shega kishte me disa fise në Shkodër. Një vit më parë, më 2014, ai kishte shpëtuar nga një tjetër atentat me snajper, duke mbetur i plagosur. Më 3 qershor 2022 u ekzekutua Naim Bajri, Xhaxhai Safet Bajrit dhe babai Indrit Bajrit. Ai po pinte kafe pranë lagjes Partizani kur u qellua për vdekje nga një makinë në lëvizje. Një nga ngjarjet kyçe që konsiderohet si starti i konfliktit të madh mes grupeve kriminale të Shkodrës është atentati me eksploziv ndaj Lulzim Kullës. 500 gram C4 ishin vendosur në një motociklet pranë automjetit të tij të blinduar. Shpërthimi ndodhi kur kulla po dilte nga godina e tij. Ai pësoi djegje në 25% të trupit dhe 7 kalimtar të tjerë mbetën të plagosur. Në atë kohë, policia e konsideronte Lulzim Kullën si drejtues të një grupi që ushtronte presion mbi bizneset e qytetit përmes vendosjes së gjobave. E eksplozivit, por më vonë u liruan për mungesë provash. Autorët dhe porositësit e sulmit nuk u identifikuan asnjëherë. Pas këtij atentati, Shkodra u zhyt në një valë të rrjedhune. Më 18 qershor 2018 u vra Mehdi Kavaja, një riparues bravash 60 vjeçar. Ai u qellua me një plumb në kokë, ndërsa policia e dyshoi si vrasje për hakmarrje. Vetëm një muaj më vonë, më 15 korrik, u ekzekutua çifti Boran Bërçana dhe Silvi Ndoci. Në automjet ishte edhe fëmija i tyre 3 vjeçar, që i mbjetoi mrekullisht plumbave. Bërçana, ish polic, dyshohej se kishte lidhje me grupin Bajri. Më 10 gusht 2018 ndodhi një tjetër atentat. Fatbard Lici u vra në lagjen Kiras. Makina e autorëve u gjetë djegur pranë Dobraçit. Edhe pse kishte përgjime dhe dyshime ndaj familjes Bajri, provat mungonin. Vetëm pas hetimeve të SPAK të mbështetura në të dhënat e platformës SkyETC, u arrit në konkluzionin se vrasja ishte kryer nga Behar Bajri, Astmer Bilali dhe Safet Bajri. Më 23 gusht 2015 u zhdukën Nipe Daj, Agron Mollaj dhe Gëzim Hysa, të afërm të fisit Lici. Pas më shumë se 6 vitesh, nuk dihet ende fati i tyre dhe familjarët kërkojnë të paktën gjetjen e trupave. Më 1 shtator 2018 u vra Arjan Ferracaku në zonën e Livadeve, ndërsa po kaleronte me miq mes të cilëve dhe Astmer Bilali. Ai u qellua fillimisht nga distanca dhe më pas nga afër për t'u siguruar vdekja. 2 muaj më pas, më 14 nëntor, u vra dhe kushëriri i tij, Fatos Ferracaku. Një tjetër vrasje tronditëse ndodhi më 30 mars 2019, ku u ekzekutuan Astrit dhe Ibrahim Bilali, babai dhe Xhaxhai Astmer Bilalit. Ata u qelluan me breshëri automatiku në derën e shtëpisë së tyre në lagjen Guerrile. Për këtë ngjarje u arrestuan Arsen Stojku dhe Myslim Rama,
por përfundimisht vetëm këta të dy u dënuan për ndihmë në largimin e autorëve. Ibrahim Lici, i shpallur fillimisht në kërkim, u përjashtua nga ngjarja pa akuza të mëtejshme. Mbrëmjen e 15 maj 2021, Endri Mustafa u largua nga shtëpia dhe u gjeti vrarë 2 ditë më pas në zonën e livadeve. Trupi i tij kishte plag me armë zjarri në kokë dhe në trup. I mituri 15 vjeçar Ergys Malja ishte personi i fundit që e kishte takuar dhe u shoqërua fillimisht për deklarime. Më pas, ai u arrestua si bashkëpunëtor dhe dëshmoi se autori ishte Ibrahim Lici. Për këtë ngjarje u arrestua dhe Edison Arazi, i cili më pas u lirua pasi akuzat ndaj tij u rrëzuan. Në mars të vitit 2023, prokuroria e Shkodrës përfundoi hetimet dhe ngriti zyrtarisht akuzë për vrasjen ndaj Ibrahim Licit, i cili mbetet ende në kërkim. Pasditja 30 tetor 2024 do të mbahet mend gjatë nga banorët e Shkodrës si një ndër episodet më të errëta të dhunës. Rreth orës 17, në lagjen Dobraç, një ngjarje tragjike me përmasa të rënda kriminale do të trondiste jo vetëm opinionin publik vendas, por edhe mbar vendin. Në rrugën nacionale e Shkodër koplik një makinë tip Benz me xhama të zinj, që drejtohej nga 23 vjeçari Hamza Lici dhe e kishte pasagjer Arlind Bushatin, u bë objektivi një atentati të mirë organizuar dhe të paramenduar. Në ndjekje të tyre ndodhej një furistrat tip Land Rover, ku dyshohet se ndodheshin të paktën 3 persona të armatosur.